E kujton emocionin e parë përpara publikut? Skërmisja e dhëmët, fort. Ngulçoja, më duke vetja i rrafur, i përbuzur, i ndyr, i përshtirë. Kodhëm të dhe pashi më rritin, më ishin lot. Po si spektatore mban mend herën e fundit kur ke duar trokitur një shfaqje? Ja. Që në 6 vjetor të Teatrit Operës nuk pata as ftesë as që për një fare. Llaqi kur thonë që ai ose ajo dashuron bukur, çfarë do të thotë për ty? Dashuri është zjarr, batra zjarrit është zemra. I fryn mendja, që mban gjithmonë aktive, por ky zjarr do të shfryr gjithmonë. Dhe cili është raporti Llaqinakos me premtimin? Do të jesh bukur. Do që të dish forcën e fjalës, po të jetë burim nga brenda, nga zemra dhe nga mendja. E dish ta mbash. Ke pasur ndonjëherë ndonjë presion ku të është dashur vërtet që këtë që sapo the ta demonstrosh? Ti kërkon që të kthesh në kirurgën e zemrës time. Po në kohën kur unë isha lidhur me ti me shoqe, një vajzë rreth dashuri. Nëse do të takoja nënën sot, çfarë do kishe dëshirë t'i thoja? Shqipto emrin në. Si është të rritesh pa nënën? Herët? Një mall që nuk ikën kurrë apo jo? S'ta thot buza. Shërat. Si jeton ti tani që nuk punon? A beson ti që në gjithë jetën time skenike unë nuk kam as edhe një medalje nga infrashi që kanë edhe sanitaret në opera. Ke frikë nga koha që ikën? Thuhet, nuk dim nga vim në jetë nuk mbesim, lindin të ndryshëm të një lloji të vdesin. E gjithë kjo jetë një vrap pa mend për të pushuar në 2 metra vend. Sot kam vallëzuar gjatë gjithë kohës me mendje në të gjitha stacionet e jetës tënde ku ndaluam bashk. Jam e bindur që kjo nuk është intervista jonë e fundit. Kam shumë kohë që kërkoj në fakt dikë me thinja të bardha që të m'japi pak mençurie nga përvojat e jetuara, dhe kur ky është artist, për mua është fat shumë i madh që ta kem përballë dhe ta dëgjoj kështu me ëndje si një vajzë e vogël që ulet pranë xhakut aty tek flaka edhe dëgjon një njeri që ka çfarë të thotë, një njeri që ka çfarë të më këshillojë. Kështu që Llaqinako, faleminderit shumë që je këtu, edhe 80 vjetori yt ka pak ditë që është festuar, po të them një gëzuar nga zemra është pak. Unë të falenderoj sepse më duket për te modestisë që nuk e meritoj këtë vlerësim. Më duket shumë më tepër nga që kam, nga që përfaqësoj. Tani do xhirojmë orën mbas, edhe do kthehemi te kujtimi më i bukur i Llaqit në sken. Nga një fëmijëri të fusha e zezë shallvareve që lunin futboll, kur nxiheshin nga qymyri, plur, edhe me zilazhin e thujnë ftohtë atyre vasëve, granili këtu te ato hyrjet e shallvareve. Unë shkova në të ndërtesa i të bukur në Teatrin e Operës, që hyra në shkollë baletit, e cila akoma s'ishte shkollë, se s'kishte programe, s'kishte salla, s'kishte shkollë akoma e krijuar. Dhe pikrisht në atë periudhë, në çdo 3-4 net të javës, unë shkoja lart në galeri, bashkë me shokë tjerë, por unë shkëputëshë nga shokët dhe futëshë një nga loxhat ansore, që ishe për elektricistët, dhe shifja në si prisë të hapi sipari për të parë shfaqjen. Sepse ajo çfarë ndodhte mbas atij sipari ishte një magji. Ajo çfarë vinte tek unë si ngërsh, si pyetje, thosha, unë do të ngjitem këtë sken. Më duke si një ëndër që po ta vrisja mendje shumë, duke se do prisha e do dija prapë ke realiteti fushës zezë. Por që megjithatë, nuk është se kishte një talent të trashëguar, por nëse u bëra dhe arrita të bëm diçka dhe dikush, vetëm saj të punës, të kënguljes dhe të pasionit. E kujton emocionin e parë përpara publikut? Do të thoya që emocioni nuk ka
nuk ka numër rënduar, sepse sa herë që ngjitesh në skenë, je sklav i emocionit. Ka qenë një balet bie të peshkatarit të Panot Kanashit. Është një dramë, një familje, një dramë shoqërore, sepse ishte koha e luftës, dhe një nga fëmijët u lidh me fashizmin dhe Jonus Bruka, që luaj nga Albert Janko, kishte babai e merr këtë djalë në një skenë, e vonon dhe fizikisht dhe e përze kanë skenë. Këta e luajnë në mënyrë të përkryer një koleg im, Krista Qerata. Mi po qelloi që e dublova dhe unë atë, dhe në një nga shfaqjet do ta them. Hyra aq shumë në përjetim të rolit, sa që në skenën finale, kur ai po më dhunonte fizikisht, dhe me rrotullime, më nxori nga skena jashtë, e kam gjetur veten në xhepët e skenës, me 2-3 veta sipër, skërmisja dhëmët, fort, ngulçoja, më duke vetje i rrafur, i përbuzur, i ndyr, i përshtirë, dhe pashi më ishin lot. Më dilin lot. Edhe këta kolegit që ishin kam thëshë u vrave, unë nuk e dija që në një nga këto rrotullimet kishte rreplas kokën të sheme. Dhe atë me nduon që unë po qaja nga, por unë i thash vetës, që i mblidhe vetë në roli ka mbaruar. Jeta vazhdon. Cili është baleti më i bukur për ju? Çdo balet ka bukurin e vet, por që shfaqjet më të bukura në Rusi, ke pasur mundësinë të shikosh? Rusia ka qenë ëndra ime, por unë për arsye politike nuk kam shkuar në Rusi. Kur më doli mua bursa në Rusi, u pre marrëdhëniet. Dhe unë jam produkt i shkollës shqiptare. E kam filluar shkollën tash kur s'kisha programe në shkollë. E kam zhvilluar shkollën e baletit duke mos bërë të gjithë ciklin e lëndëve artistike, që i ka sot shkolla. Por që nga pikpamja ekonomike kemi qenë jashtëzakonisht të varfër, jo si isha unë i varfër, ishim të gjithë të varfër, pse se ishte tallone, ishte vetë sistemi, s'kishte produkt. Si mundet pra që një njeri që është i pangopur, që ka uri, një njeri i varfër, një njeri që s'është mirë psikologjikisht, që është i vrarë se ka një dramë personale, të ketë pra forcën e artistit që të dali atje në skenë edhe të drithërojë me mënyrën e interpretimit të tij nëpërmjet artit të lëvizjes trupit. Është e jashtëzakonshme kjo. Çfarë forcë pas ka njeriu? Sepse njeriu akoma nuk njeh vetveten. Jo më ta njohin tjerët atë. Po marr vetëm një pasazh. Nga jeta ime që është shumë përgjithësuese. Se po t'ishe thjesht vetëm e ime s'ka asnjë lloj interesi. Ishe martuar me 2 fëmijë. Punën e filloja në orën 9, se kështu e fillojnë në solistët e baletit, por unë ngrishem 4 të mëngjesit, 3 herë në javë, me shishit e qumshit, brum duke zbrit shkallët, zinja radhën për të marrë qumsht. Kur ktheshe në orën 6 me 2 shishit e qumsht dhe një shishit e kos, e kur kishe një pako gjalp, shkëmbesha me ti me shoqe, e cila që në 6 shkonte në punë, sepse duhet ishe në 7 në punë dhe ishe me 2 linjë autobusi. Kthehesha në shtëpi dhe merresha me fëmijët, që i bëjsha gati për në shkollë, që i ushqija i bëja, edhe kur shkoja për në punë, shkoja më i lodhur nga që kthehesha. E mi gjatë, shfaqjet bëshin shfaqje, emocioni ishe emocion, detyrat ishin detyra, dhe me gjithë këto vështirësi, prapë nuk i ndaheshin as muzikës, as librit, as atyre elemente që ne na formësonin nga pikpamja kulturore. Pse atëre dashuritë romantike të baletit, të musicalave, të teatrove, të romaneve shakespeariane jetoheshin në jetë dhe nga aty merrte edhe piktura forcë, edhe poezia, çdo formë e artit, edhe bëj me më shumë ngjyra, më intensive, më e bukur, dhe më me shumë thelb. Sot njerëzit i ndrojnë dashuritë siç ndrojnë veshjet. Dashuritë mbase duhet i quaj, po sot njerëzit i ndrojnë partnerët siç ndrojnë veshjet. Nuk janë dashuri. Si e kanë emrin? Të përmend një varg të Kadares që thot ka dashuri të mëdha, ka dhe dashuriza
që zukasin si miza. Ma dërgoj me njërë një nga gazetare Dashurinë e Kadares dhe po e lexoj që nga shumë e bukur, se kisha lexuar. Ka dashuri të vogla, dashuri të para, dashuri numër 1, dashuriza, që zukati në kujtes po si miza, që bëjnë kakao, që lajnë kanotiera, ka dhe dashuri të mëdha, të lira si era. Mbetur tutje tehu në përbota në mban, që s'na din ku jemi, që si dim ku janë. Ua, pijamet dhe aeroportet nga Ismail Kadare. Sa bukur që ma solli këtë poezi në vëmendje? Faleminderit. Është ta fyesh dashurinë si term, si nocion, si ndjenjë. Sepse dashuria që të lind do zemër. Dashuria që të zhvillohet do hapësirë shpirtërore. Tash gjërat vinë ngushtohen. Kënar do ngushtohet për fat keq. Por që duke u tharë shpirti, thon, nuk prodhon. Është si një pemë, e cila i ka rrënjët në lagështirë. Dhe nuk krejnë hapësirë degët, nuk ka fruta. Një herë i rrëzon gjithën në tokë. Edhe është destinuar të kalpet. Laqi kur thonë që ai ose ajo dashuron bukur, çfarë do të thotë për ty? Dashuria është marrëdhënie. Marrëdhënia do të ketë ekuilibër. Dashuria është zjarr, batra e zjarrit është zemra. I fryn mendja, e mban gjithmonë aktive. Por ky zjarr do të ushqyr gjithmonë, sepse çdo gjë lind, zhvillohet dhe vdes. Por ky zjarr nëse nuk është edhe në vatrën tjetër, me të njëjtin intensitet, që të shkrije në një së bashku, por ajo fillon lëshon xiza, e fillon të vaket, atëherë edhe kjo për çfarë do dihet? Do dihet brenda vetes vetë, do haj veten e vet. Cila ka qenë hera fundit që ke dhënë një shfaqje, e mban mend? Kam qenë një herë bëj një rivënie e Alilit. Alil Lajri ka qenë shfaqje që më rriti në një farë mënyrë, njëra gjithë strukturën koreografike, roli kam bërë që nga Tahir Beu, Halilin shumë vite, dhe në këtë rivënie isha 70 vjeç. Bëra Suleman Pashën, rol aktoresk. Sa bukur, ke qenë vetë në skenë duke vallëzuar. Ka qenë në rol aktoresk me familja dhe me shumë emocion, që ishe në gjithë aktin e dytë, ishe pothuajse dominant si. Dhe ka qenë një rol që më dha shumë ngarkesë, shumë emocion. Shiko, të rikthesh në skenë, në atë skenë që të ka rritur, është një lloj besimtari që kthehet në altarin që ku ti shpesh je përkullur dhe fal me Zotin. Bukur shumë. Po si spektatore mban mend herën e fundit kur ke duar trokitur një shfaqje? Jo. Sepse ke një marrëdhënie që në një kohë që u shkput midis meje dhe teatrit, që nga kohë kur u rinovua gjithë skena e teatrit njëri tjetrën, pra ndodhi një fakt që në 6 vjetor të teatrit të operës nuk pata as ftesë as që përgjë fare. Dhe një aktori që s'po du me përmend emrin, një ditë më pas, më tha nuk të pash më mbrëm, tha. Edhe unë që të mos e hiqsha veten kështu si viktim, thash po me shumë njerëz thash edhe nuk kemi hasur. Po nuk u ndjeva mirë në fakt. Është harres apo është pakujdesi apo është mungesë mirënjohje? Mund t'i marrësh si duash. Po mund të thënë vetëm një fakt që në Bolshoi Teatr ose në Teatrin e Madh në Moskë, që ka programi gjithë vjetor dhe planifikohen biletat e tjera, aty vetëm një radhë nuk shitet asnjëherë. Ajo mbetet për veteranët, të cilët kanë derën e teatrit të hapur. Ju lutem dëgjoni me vëmendje drejtues institucionesh, të dëgjoni me vëmendje si që nga shumë e bukur. Për të asistuar në çdo shfaqje, është respekt shumë i madh për jetën, për aktivitetin e tyre dhe për jetën e tyre, në vazhdimsi pra sa ka caktuar Zoti. Kjo s'ndodh tek neve. Po mbase ka ende vesh të ndjeshëm edhe sy që e shohin këtë podcast tani dhe mund ta vënë jetë. Do zemër dhe kjo. Patjetër. Nuk do vetëm kompetencë institucionale mendojun apo jo? Pas zemrës bëhet asgjë, se duhet ndjet pulsi. Artistët janë gjatë gjithë kohës
të ushqyer me dashurinë e publikut, gjithkohës në vëmendjen edhe dritat e projektorëve, edhe kur partnerët nuk janë të njëjtit profesion, sforcohen. Sikundër duhet të kenë një përgatitje mendore dhe një zemërgjërsi shumë të madhe në zemrën e tyre për ta mirëkuptuar pasionin dhe egoizmin që ka artisti në lidhje me profesionin e vet, po dhe me atë dashurinë tjetër që është përtej mureve të shtëpisë, është një dashuri shumë e madhe e publikut. Ka qenë xheloze dhe e shqetësuar gruaja jote për ekspozimin tonë të vazhdueshëm në mjedise tunduese? Jo, mjediset kanë qenë tunduese, por nuk ka qenë sepse do të përdor pak humor për të mos e zyrtarizuar shumë. Në shprehen që grejme është nga Vlora. Nuk është pak. Pse? Sepse edhe nëse ka pas ndonjëherë ndonjë shkak. Shkak që gjithmonë ka. Gjithmonë ka. Ai që thotë s'ka pas shkak, ai gënjen. Ai është më mëkatar se ai që e bën vetë mëkatin. Por që ka rritur krenarin, po thonë nuk i është dhënë ndjenjës spontane, dhe aq më tepër ka ndjerë veten shumë mirë kur ka vërtetuar nga qëndrimi nga sjellja që gjithçka ecën në linjën e vet, në linjën e trasen e familjes. Ka pasur ndonjë lëvizje sismike të vogël toka gjatë këtyre viteve? Sa vite dashuri keni u martes? 50 vjet? Tash i prap të bëj me humor, më duket sikur kam lindur i martuar. Po keni mbi gjysmë shekulli bashkë apo jo? Më shumë. Shiko, kjo termi dashuri, familje me dashuri është e para, dashuri u theq, slogan. Pse është slogan? Sepse edhe Romeo e Julieta, personazh dhe famshëm të Shakespeare-it, nëse s'do kishin vrarë vetën, po të ishin martuar, do vinte një fazë do grindeshin me një tjetrin. Do vinte një fazë që mbase kotën edhe më të kishin lëvizje sismike. Pse? Është jetë, është pjesë e jetës. Duhet ta pranojmë që ndodh. Pse? Sepse dashurit përjetshme nuk ka. Ato janë në letërsi, janë në familje, në çift, ka marrëdhënie, ka kontratë. Jap dhe marr dhe jap. Po. Duhet pranuar, nuk thuhet po ekziston. Ka tentuar dikush të të afrohet më afër se ç'duhet në mënyrë romantike, edhe pse ishe i martuar? Patjetër, ka pas. Ka pas, plot. Si e ke mbrojtur ti dashurinë, familjen? Nëse s'do ta kisha mbrojtur, s'do isha sot para teje. Kur jep një premtim, dhe cili është raporti Llaqinakos me premtimin? Ka premtime dashuri apo jo? Po si thot drejtori Golli, ata u vranë për një fjalë, ik nga kjo jetë, po fjala beti. Një fjala është shenjë të ri. Sa shenjë është fjala apo jo? Sa peshka? Ka shenjë të ri. Ka shenjë të ri, tamam. Do të jesh bukur. Do që të dish forcën e fjalës, që të mos jetë thjesht një artikulim nga gjuha, po të jetë burim nga brenda, nga zemra dhe nga mendja. E dish ta mbash. Të ka vënë jeta ndonjëherë në dyezdim? Ke pasur ndonjëherë ndonjë presion ku të është dashur vërtet që këtë që sapo the ta demonstrosh? Ti kërkon që të kthesh në kirurgën e zemrës time. Nuk është se më turpron, pa çka sa mund të kuptohet. Sa mund të keq kuptohet. Po në kohën kur unë isha lidhur me ti me shoqe, ishim ndarë gjërat për krijimin e familjes. Qelloj që pikërisht në këtë periudhë, në mënyrë të mërsisht aksidentale, pa bërë absolutisht asnjë lloj provokimi, një vajzë rënë dashuri. Ndodh. Rënë dashuri. Ndodh, dashuria ndodh. Po si është e mundur? Po si është e mundur të bën dashuri në një kohë kur s'kisha dhënë absolutisht asnjë shkas. Ishte një periudhë që ne do bëshim një aktivitet kulturor në Kinë. Të gjithë vinin duke qeshur, duke u luturuar, duke mbyllur, sepse nuk i kisha absolutisht asnjë shenjë. Dhe
erdhi një moment që kisha dhe shok serios shumë të afërt që më thoshin për ti mos u rrugë kaq shumë se nuk je pap. Afroje. Pse? Sepse e ndihmon mendërisht dhe shpirtërisht. E unë se kam bërë. Të zë kokën e 2 fëmijëve të mi që nuk kam bërë. Pse? Sepse i kisha dhënë fjalën time shoqe. E nuk doja ta thyje. Vula ishte nga brenda, ishte më thellë. Zemra ishte në Tiranë, si ishte në Kin. Ishte në Tiranë. S'mundesh emigronte. Në fundit në Tiranë do ktheheshim, aty do ktheheshim. Edhe aty u ktheva. Edhe aty jam. Edhe aty është. Edhe aty jemi bashkë me fëmijët. E ke takuar më këtë vajzën? Absolutisht jo. Absolutisht. Që si një ëndër që u çfaq befas edhe u befas. Çfarë do të thotë për ty të biesh në dashuri? Kjo fjala ra në dashuri, ç'do të thotë për ty? Të them drejtën, nuk e besoj si term. Nuk e besoj. Ti si ndjeve dashuri në shpirt për gruan tënde? E pash si një vajzë që kishe shumë të përbashkëta në botë kuptim me mua, e pash që kishe një ndjeshmëri fizike, shpirtore, se pretendoj. Dhe kam një, thjesht për të qenë i sinqert, nuk e pretendoj, sepse në shpirtin dhe në zemrën e tjetrit nuk hyn dot kurrë. Sa do të përpiqesh, le çfarë thonë, kupton që zemra ti fare. Pse? Sepse dhe disitë e brendshme që kanë burimin tek zemra nuk janë të qëndrueshme. Kështu që prandaj thash pak më parë, nëse në të gjithë këto marrëdhënie është solide, atëherë është ajo që quhet kontratë, po kontratë pa shkrim. E di pse them kontratë, sepse kur krijohet familja, çifti që krijon familjen, vajza vjen nga një background tjetër, djali vjen nga një background tjetër. Mënyra ndërtimit të jetës, familja, trashëgimia, përvoja, etj është e ndryshme nga ajo nga e cila vjen kjo tjetër. Tash nëse ke thënë të dua dhe kjo të ka thënë të dua, për çfarë? Marrëdhëniet në shtëpi, në familje, janë shumë të gjëra, janë shumë më komplekse. Fjala të dua, shpirt e zemër, dalin slogane. Gjithçka vërtetohet pa e shprehur në konsolidimin e të gjithë strukturës familjes dhe veçarisht në edukimin e fëmijëve, të cilët modelin e parë e marrin pikërisht nga prindët e vet. Kur ndjeve ti për herë të parë për këtë vajzën me atë siluetën elegante që të ecë përpara syve dhe diçka krijoi në zemrën tënde? Kemi qenë në një brigadë kulturore në lumin e Vlorës. Ka qenë 1967. Unë isha gazetari i grupit. Ishim në fshat të Vlorës dhe para se të bënim shfaqje në shtëpinë e kulturës. Dhe isha marrë bllokun edhe po hedhja ca përshtypje nga takimet që kisha me njerëz. Dielli ishte pothuajse në perëndim dhe ktheva kokën nga dera e hapur e sallës. Edhe në atë kam ngelën syt. Pash një siluet vajze. Dielli ishte nga mrapa, pothuajse në perëndim, që i binte drita kontra luçe, edhe po lexoja gjithë linjat e trupit të saj. Edhe më pëlqyen. E nuk e di pse në moment, me idenë time fikse për të gjetur njeriu për të vazhduar jetën, thash, s'do desha më shumë se kaq. Kur ishte takimi i dytë? Aq unë harrova atë. Por kur jam kthyer në Tiranë, në mënyrë të çuditshme, e shoh prapë një shoqe më tepër përballë. Thëti, është një shenjë kjo. Ma ka për Zoti. Nëse do ta përkufizoja Shurin me një vallëzim, cili do të ishte ai? Me gruan tango, me fëmijët, suite, me tema të ndryshme. Me që Albin e njohim se është artist, djali artist i familjes, vajza tjetër është? Është Alba, është në Amerikë, është piktore. Pse janë quajtur Albi dhe Alba? Të ideja
më nxite që të them diçka, ka të lidhë me një fakt tjetër që në atë kohë kur lindje fëmijë do shkojmë në gjendje civile për të regjistruar, edhe të vinte përpara listën me emra ajo gjendje civile. Ti jep alternativat. Po. Nga kjo deri kjo, jashtë ai s'ka emra. Ishte e përcaktuar dhe kjo, ha? Po. Unë për shembull vajzën e kisha me detyrim përcaktim. Po. E kisha ndarë me emrin Evis. Nuk di se më pëlqente si lakim, si tingull. Absolutisht emri huaj. Edhe ashtu, unë Alba, të unë djale vajzë ishin shumë pranë. Kjo është origjina e emrit. Shkasi me fjalë e emrit të Albës. Çfarë babai ke qenë ti me Albin? Dhe çfarë ndodh kur babë e bir janë të dy të njëjtit profesion? Julio Iglesias dhe Enrique Iglesias në skenë nga pak gare bën me njëri tjetrin edhe pse njihet dani gjithçka me njëri tjetrin. Qartë. Jo, tek unë s'ka ndodh. Kjo gjë, nuk ka ndodhur për shumë motive. Realisht Albi ka bërë shkollën në periudhë shumë vështirë. Shumë vështirë. Por mija e bëri. Shkoi në Itali, nuk pati fat sepse theu gishtin e këmbës. Edhe u detyroi të kthej. Edhe në atë kohë kam dhënë një batutë që ka ngelur që Albi kishte në flokë të gjata, si ishte moda atëherë dhe kishte bërë bisht. Thash në një rast, më kthy djali, thash pa një gisht, po me një bisht. Asnjëherë s'ju ka munguar se si humorit juve në familje. Por që unë për një gjë jam në gjunah me Albin, në fillim, ai më thoshte që duhet bëm kryus, më nuk e shiju, nuk bindesha. Kryus në çfarë kuptimi? Që të bëte koreografi. Unë nuk bindesha, nuk e shifja kur me atë sy. Dhe ndjej vetëm gabim sepse nuk e kam nxitur. Të kur kam parë një performancë pastaj më tej, më ka çudit. Çfarë mendimi ke për Albin, një djalë me një bagazh të jashtëzakonshëm, me shumë talent, me një karrierë të mirë si balerinë dhe si koreograf, për pjesëmarrjen e tij në një reality show? Pyetja është në fakt direkte, të pëlqeu Albi në Big Brother, ishte dakord me pjesëmarrjen e tij? Ja. Pse? M'pëlqen formati. Përderisa formati nuk ka spontanitet, por ka regji, atë ushqimi që përcillet, e them në mënyrë figurative, është i përcaktuar, nuk është i shëndetshëm, nuk është në bazë të orisë dhe oreksit. Ajo dhëma e rrëfimeve e fshesh shumë gjëra. Mendon që Albi meriton më tepër apo je i kënaqur me karrierën e tij në Shqipëri? Ke pasur ndonjë ëndër për djalin edhe për te kufive? Albi realisht ka pasur oferta goxha serioze, goxha të mira për te kufive, por duke qenë shumë i lidhur me neve si prind, ai ka shërifu të gjitha dhe ka qëndruar këtu. Këtu tek neve, nuk e di, po këtu në përgjithësi arti nuk është në vlerësimin e duhur. Në shumë struktura që e drejtojnë dhe që u udhëheqin. Absolutisht. Për të mos thënë që në ca gjëra është edhe krijon ngërsh, është edhe fyes. Po pa fyes. Pse? Sepse në qoftë se për shembull ti ke një krijues që është potencial, kur do ta shfrytëzosh? Kur ta shfrytëzosh? Kur të vinë moshën time. Ai tash do që ta drejtosh tek skena dhe s'ka bën ai në skenë me gjithë anturazhin e vet, e di ai. Dhe ai ka treguar se çfarë është gjendë të bëj. Ai ishte potenciali jashtëzakonshëm në koreografinë shqiptare. Ka qenë një kënaqësi shumë e veçantë që kam punuar me të dhe kam vlerësuar gjithmonë si një artist të përveçëm. Sa ai nuk është vetëm koreograf, ai nuk është vetëm balerinë, ai është regjia, ai është mendja, ai është një krijimtari artistike e pa kufi. Ai është regjisor, ai është producent, ai bën një kombinim fantastik, fenomenal të këngëve dhe muzikave. Ai di të krijojë mizanskenat, ai merret me rekuizitën, me veshjet, domethënë e ka shumë
nën kontroll gjithë panoramën e një numri artistik kur bëhet fjala për baletin, kështu që uroj vërtet se është shumë i ri që jeta ta shpërblet të japi atë që meriton. Çfarë kujtimesh ke nga nëna dhe babai, nga familja jote? Cilat janë ato këshilla që të kanë formsuar ty si artist, si njeri, si baba, si partner, si mik? Edukatën e parë e marrim gjithmonë tek vlerat e familjes tonë. Mua më kanë munguar. Pse? Sepse mama ime ka vdekur shumë e re, 33 vjeçë. 33 vjeçë. Në ka lënë 5 fëmijë. Më i madhi 12 vjeç, më e vogël 1 vjeç e gjys. Ti sa vjeç ke qenë? 10. Isha fëmijë i dytë. Çfarë kujtimesh mban në zemër nga nëna? Ishte çuditshëm, po i mat ka qenë mas shërimit. Qëndroi në ushtri, kemi qenë në Bilisht, në kufi. Në 2 vjet. Pastaj nga Bilisht kemi shkuar në Tropoj, në Kolgecaj. Nuk e ma e mend të rrugës si e kemi bërë, se kemi shumë i vogël. Po ma e mend që kemi në shtëpinë një hoxhe, sepse ishte vetëm një shtëpi që kishte lamb me vajguri, kur e shtëpitë e tjera kishin kandile dhe bishtuk. Mama ime kishte emrin Kristina dhe e vune emrin Fanë dhe madhe emri vdiq. Baba ime e kishte emrin Nasi dhe quajte Nazif. Do të ishin emra musliman, pra? Patjetër do ishin musliman. Baba e punonte në kufi. Nuk e rrojnë në një rast, se kam kujtur para sa kohë dhe me ti me matër, prandaj për më erdhi në vëmendje tash që në darkë, dimër, jashtë binte borë, frynte erë, dhe në një moment neve si fëmijë luanim duke pjek patate, kumpira. I thoshin patates edhe gështenja. Mama ishte shumë nervoze, edhe ishte nervoze dhe e manifestonte nervozizmin edhe me neve, si fëmijë, për çka se neve lunim në habitatin tonë. Edhe një moment qeni lefë jashtë, edhe me vrap ke u ngrit, mi po hap dera dhe hyri gjithë i ftoftë jashtë, me gjithë llohun e borës brenda. Edhe ishte një skenë që ngelen ball për ball njëri tjetrit. Ne kishim fytyrën e babait për ball, se mama si kishte kurrizim. Edhe babai buzëqeshi. Edhe kjo ju hodh në krah. Papa që supet e saj po lëkundeshin, apo qante. Më pas morën vesh që një nga ato spaletat ishin varur. Babait aty kishin një plot pa kishte shpëtuar me një fjalë, se po ishte më poshtë. Kishte skena që mu më shtë rënjosur dhe pas si kemi arë në Tiranë, ushtorën në spital, ishe me sunet të keqe, edhe si duket ajo i kishë kërkuar ti mati që ti binte fëmijë, ti shife berë të fundit. Edhe shkone 3-4 fëmijë, sa ishim se motrën e vogël, shpresë se morën se ishë shumë e vogël. E pam të qethur, të ruar kokën dhe të lidhur, se do operojnë kokën. Edhe u takuam edhe ajo që më ka ngel në mend, si që dridhur o buza, nuk qau, sepse nuk do të na lëndon dhe neve, ishëm të habitur. Kështa kemi fund që kemi pas me të. Ky është kujtimi i fundit me nënën apo jo? Se pamë. Nëse do të takoja nënën sot, çfarë do kishte dëshirë t'i thoja? Shqipto emrin në. Si është të rritesh pa nënën? Herët? Një mall që nuk ikën kur apo jo? S'ta thot buza. Shërënd. Nëse baleti është arti trupit, libri është arti mendjes tonë dhe unë do të di si kanë bashkëtuar këto dy dashuri brenda teje. Ti je një njeri i lexuar, i ditur dhe së fundmi ke shkruar edhe libra. Çfarë ke dashur të shkruash dhe të lësh në këto libra? Dhe nëse ka 2 fjali për të thënë të rinjve sot që gjithmonë më pak lexojnë edhe koha mesatare që harxojnë edhe për të parë një video është 3 sekonda dhe pastaj shkojnë tek video tjetër. Nuk është dije, është vrasja e dijes që shkon ke në kufit e ignorancës, se s'ti e pas një gjë.
Unë nuk e di, unë jam edukuar me letërsi ruse, them atë që është, ka letërsi shumë të madhe, litër botëror. Nëse do t'i bëj tash ti rendis që nga Tolstoje me radhë. Por që një shprehje që e kam përdorur dhe e përdor, më ka ngelur në mend sepse ka mbar një të vërtetë shumë të madhe. Paçka se emri i tij, Maksim Gorki, është themeluesi i parimeve të metodës realizmit socialist në letërsi. Ai ka thënë një të vërtetë shumë të madhe që i përket çfarë lloj metode krijuese. Që çdo libër që unë lexoj është një titera që më hapet nga e cila unë shikoj botën. Kjo është vlera e librit. Edhe njeriu që nuk lexon mund të ketë 1000 mjete komunikimi, mund të jenë forma që të jap një lloj edukate, pa atë që t'i jep libri nuk zëvendësohet kurrë. Më kanë thënë që ke qenë një lexues i zjarrt i veprave shakespeariane që në moshën 14 vjeçare. Çfarë i ke marrë Shakespeare-it në gjithë sarkazmën, romanticizmin dhe dramat e tragjeditë e tij? Është temë e madhe shumë, po një gjë që thjesht edhe për pak humor, ne thojmë gjithë kjo letërsi, këto varje të jashtëzakonshme, këto tragjedi, ka i mba, po këtë temër që ka i ngatur, shakespeare. Se zdinim anglisht. Por që na ka formuar shumë, ka pas shumë ndikim në jetën time, paçka se për shembull unë librat e parë hiq ato të shkollës. Ku unë jam edukuar me prallat e vëllezërve Grimm. Të jashtëzakonshme. Pastaj hym në letërsi me Turgenev, me tregime me njëri tjetër. Por që më ka nxitur shumë dëshirën për të shkruar. Unë kam botuar një libër tregime dhe novela. Kam pas nxitës emrat rëndësishëm të letërsisë tonë. Një nga cilë është Teodor Laço, që shkruaj. Edhe në këtë libër unë kam shkruar një tregim bicikleta. E kam botuar siç e kam bashkëshkruar kur kam qenë 15 vjeç. Pa i bërë asnjë ndërhyrje. Çfarë përmbajtje ka kjo novel? Është një dashuri e jashtëzakonshme, ideale, me një vajzë që vazhdimisht ecën bicikletë dhe një herë nuk e ndaloi dot dhe kur e pa në një para kinemaje që sa i ra diçka dhe ishte detyratese, ai ishte çalonte. Kishte defekt fizik. Çfarë ndodhi? Absolutisht nuk ndryshoi. Me atë vazhdoi. Sepse kishte një ndjenjë të tillë që edhe dy këmbët i kishte të thyera, edhe krahët i kishte thyer, prapë zemrën e kishte ngjitur të salduar. Më the që dashuria e vërtet ekziston në letërsi, por jo në jetë reale. Po ja që kishim edhe një tregim si bicikleta që vërteton të kundërtën, që letërsia e frymzuar nga jeta reale? Ishte letërsia. Ajo vajzë, ajo nuk është në Shqipëri, tjemën i kishte pedagoge. Ecën gjatë me bicikletë në jetë ata, apo u ndan rrugët një ditë? Jo, unë kur ja kam treguar kësaj, nuk di të përmend emrin. Ajo ka lexuar, ditemi gjë që më ka puth në ballë. Pse se e mori si një ngushëllim për defektin që kishte. Po jetoi dashuria atyre në kohë? Nuk e di, sepse gjithë ishte trill. Nuk është. E morë vetëm atë fermentin e parë, ngacmimin e parë dhe pastaj zhvillova e trillova. Ja fjalë vjen, unë kam shkruar kam një roman që do promovoj muajin tjetër, mëkatarët. Është një temë shumë e gjershme, po këndvështrimi është pak i ndryshëm. Kam një shkas. Edhe do ta them shkasin. Se shumë kush mund të thotë për shkak që janë gjëra që janë të përvojës vet, janë fare. Unë kam një natyrë të tillë që ngacmoj diku për diçka, pastaj fus në laboratorin tim dhe përpunoj, jetoj me të derisa e formëzoj. Ishte ditë në Kish, në katedrale ortodokse. Jo se besoj, më shumë jam futur për të parë arkitekturën e këto. Pashte që kishte shumë njerëz brenda. Kur kam dalë, ishte një vajzë e re, si punojë e bukur, po e veshur me forma të tilla që s'po duk si besimtare. Se ese edhe kështu në mënyrë shumë nazike. Teksa zbrisë shkallët, këto i doli nga ato lypset, i zjati dorën. Pa e pa me një lloj përçmimi, me shumë përçmim.
por drejtë që mori u pengua, dhe gati sa s'po binte në tokë, dhe ranë në shpallat e një burri. Unë i kisha para syve dhe pash që asaj ishe thyrë taka e këpuzës, i dhe në një grop me ujë të ndotur. Edhe tash kjo me atë sqim që kishte, për ullëm ta marrë apo jo, edhe ai që zjati dorën, shkoj futi dorën aty, dhe jo tha takën kësaj. Kjo e pa. E mori takën edhe në cëri për të folin, për 20 lekë. Aja ka parë kështu me alket. Tundi kokën nuk e mori. Nuk e mori lekët. Kam shkuar te parkurinia, kam gjirë telefonin, edhe desha të mund të formëzoja për fenomeni, për dukurin. Edhe improvizova një prift që në gusërës të këpucët e ti të baltosura. Këtan duke e përdorë baltën si njollë mëkati, këtan pritin si pritikus të këtan dhe një ilustragji, këtan që dhe arriti se ta nxjerr nga brenda, zoti kur thon. Të pash një ditë duke illustruar këpucët, dhe thash me vete, s'ka asnjë çudi. Gjithmonë duke u marrë me punë të botës. Natyrisht njerë do të shërbenin edhe ty. Lustargjiu i ngratë, me zi mbante fuqë, por si i riqja, një gjemë kreshperuar. Pasron të baltën e këpucëve të tua, që kështë marrë zotrote, ande nga kështë shkuar. I përkullur që ndronë të i gjori lustargji, nërsa ti kërë lartë, si ti ishe Shën Pjetri. Të dy të veshë me roba të zeza, nërsa ti nga luksi, nga mjerimi tjetri. Befa su përkulle, lekët për të paguar, dhe nga trasha e qashtë, tu varë befasisht. Një zinxhir floriri, me kryqin simbol, edhe mes këmbë spathur profeti Jezu Krisht. Do ta lexoj librin unë. Me shumë kënaqësi se e di që do gjej copëza dhe reflektime shumë të bukura të jetës dhe mendësisë tënde aty. Si jeton ti tani që nuk punon? Ke kursime nga punët që ke bërë? Po të bëj një pyetje direkte sepse di situatën e pensionit për artistët dhe njerëzit me aftësitë jashtëzakonshme në Shqipëri që nuk shpërblen siç duhet punën e një jete. Nëse ke diçka për të thënë për këtë, mbase fjalët tona bien në vesh të Perëndis dhe në vesh të dur. Me këtë pyetje me vegishin një plag që mua nuk më mbyllet. A beson ti që në gjithë jetën time skenike unë nuk kam as edhe një medalje në një frashi që kanë edhe sanitaret në opera. Palet titulla, kam që jo. Pse? Sepse gishat e mi, këto nyjet, këtu janë njësh, s'ka ditur kur të trokas për vetën time. Që të marrësh një pension të veçantë kundërse mua më nxisin shok e miq pa fund, si është mua, të rishti me 270.000 lekë pension, një kohë kur 1/3 do të për ilaçe. Unë mos kem fëmijë. Si thot Kadir Roshit, fala sa trame. E shëdimshme. Po e them këtë sepse është këtë fyzë, është këtë groteske. Po është groteske. Dhe unë me nxitje, kam qenë një bëra kërkesë teatrin e operës, teatri i operës e merjetoj, shkoj në komitet në Ministrinë e Kulturës, shkoj në qeveri, dalin ke shpreha Kadir Roshit. S'mora përgjigje. Tha, po bëj letër nga posta. Bëra letër nga posta, e çova pra. Më tha, po janë shumë numra telefoni dhe një prej tyre është që... Ke diçka për të thënë për të gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë vend, që kanë kontribuar për artin shqiptar dhe që nuk duhet të lihen në harres? Shiko, jeta është e tillë që të gjithë vim në jetë për të shkuar në harrim. Shiko, Van Gogh dhe Modigliani e di historinë, e mbyllën jetën shumë të varfër,
ata jetuan bukur dhe lanë një pasuri shumë të madhe, kështu që ajo që ti le me punën që ke bërë është e jashtëzakonshme dhe unë dua vërtet që kënaqësinë më të madhe përveç sa mbështetje që duhet patjetër për të jetuar mirë dhe për të jetuar me dinjitet, të kesh edhe një herë një duartrokitje shumë të fortë atje në skenë dhe të veshësh ato kputucët lustrafine, të veshësh një frak me papion edhe si Fred Astaire të m'japësh më një tip tap ose një Charleston të bukur edhe të duar trokas fort aty në radhat e para. Do doja shumë që të ma jepi këtë kënaqësi si spektatore dhe ta uroj që ta rijetosh, se kjo besoj është më e bukur që mund të ndodhi për 80 vite jetë, për kaq shumë ëndra, kaq shumë orë pune që ke bërë dhe për kaq shumë breza të cilëve ju ke kultivuar të njëjtin pasion dhe të njëjtën forcë për profesionin e vështirë të balerinit. Unë nuk e di, kam një pyetje që më vjen natyrshëm tani. Kur vitet kalojnë dhe mosha është 80 vjeç, çfarë ndodh me trupin? Të përgjigjet ai kur shpirti ndihet ende i ri dhe dëshira është aty gjithmonë? Unë jam e bindur që nëse ty do të vendosin një këngë të bukur tani ti do fillosh me një herë që të vallëzosh. Brenda njeriut ka konflikt. Konflikti është midis zemrës dhe mendjes. Sepse nëse mendja të tregon se kush je edhe çfarë drite ke në sytë tu e deri ku do të shkojë kjo dritë, zemra që nuk ka dritë tenton ndonjëherë të të fusë edhe aty ku edhe mund të pengohesh. Kuptohet që tek unë kjo nuk ndodh ke shumë bashkë moshatar të mi, por që ajo që mbetet është që për sa kohë që shohim dritën e diellit, atë dritë do ta përcjellim me sytë e ballit. Do ndryshojë diçka nëse do të kthehesh e pas në kohë? Jam realist, nuk do arrija gjë, edhe sikur të tentoja. A mund të jetohet pa dashuri Llaqinako? Ja, dashuri është jetë edhe jeta është dashuri. Ke frikë nga koha që ikën? Jam realist. Jo. Kush erdhi dhe mbeti? Askush. Gjithë jemi kalimtar. Thuhet, nuk dim nga vim, në jetë nuk mbesim. Lindin të ndryshëm, të një lloj të vdesim. E gjithë kjo jetë një vrap pa mend për të pushuar në 2 metra vend. Në fakt, dua që të ndaj me ty tani pyetësorin e Prustit. E kam parë në intervistë Alain Delon dhe kam shumë dëshirë që të më japësh me një fjalë përgjigje të shkurtra për këto pyetje që do të bëj, okay? Cila është ideja për lumturinë e përsosur? Nuk ekziston. Cila është frika juaj më e madhe? Padia. Cili është tipari që më shumë ureni, nuk pëlqeni tek vetja? Shpesh kam plagështi. Ku do dëshiroj të jetoje tani? Aty ku jam. Cila është cilësia që më së shumti vlerësoni tek një burr? Qëndrueshmëria. Po tek një grua? E njëjta gjë. Çfarë vlerësoni më shumë tek miqësia, tek miqt? Ti je i hapur. Cili është gabimi juaj më i madh? Në vitet e fund kam firo në kohë. Në ç'kuptim? Që kohë që nuk e kam mbushur me aktivitet. Cila është puna juaj më e pëlqyer? Përgatitja e brezit. Cili është virtyti që më së shumti admironi tek njeriu? Ajo që mungon, dashuria. Cila është një karakteristikë e dukshme që identifikon Llaqinakon? Sinqeriteti. Çfarë vlerëson më shumë në jetë? Vetë jetën. Cili është pasioni juaj më i madh? Të jetoj. Cila është ngjyra juaj e preferuar? Çdo ngjyrë ka vlerën e vet. Cila është lulja juaj e preferuar? Trëndafili. Cili është shkrimtari juaj i pëlqyer? Ka shumë. Dostojevski në veçoj. Cili është kompozitori juaj i preferuar? Nikola Zoraqi. Ushqimi juaj i preferuar? Për këtë mos më pyet. Ha gjithçka më vepër para. Nëse Zoti ekziston, çfarë do dëshironi që pas vdekjes suaj ai t'ju thoshte? Mirë se erdhe. Ku? Në botën e ti. Beson tek rimishërimi? Shpirt. Besoj shumë. Si do doje të rimishërohesh në formën e një kafshë ose bime? Do doja të isha ke bliri.
thjesht për gjelbërimin e vazhdueshëm dhe aromën dese të lulës ti. Me që jam nga Lushnja, preferoj lepurin. Nëse Zoti do të çonte tek nëna dhe baba yt, çfarë do doje t'i thoshe atyre? Dhe I kërkoja ndjesë, sepse nuk arritet të shpreh dashurinë time. Fjala që pëlqen më shumë në gjuhën shqipe. Shpirt, Fjala që urren më tepër. kafsh. Kë do zgjidhje si portret të monedhës tonë lek? Atë që ka qenë kohën e Zotit, leka I parë. Cili do të ishte një profesion tjetër që do të bëje për te I balerinit? Mësues letërsie. Dhe cili do të ishte dansi I fundit që do vallëzoje? Nëse s'do më dridheshin gjunjët, do doja të hidhja pak hapam, modestisht, tangoje me ti me shoqe. Ka qenë një tango e bukur jeta për ju apo jo? E bukur, sinqert, modeste dhe sinqert. Nuk kam fjalë për të të falenderuar sot. Edhe shpresoj shumë që të kërcejmë një tango bashk. Ta kërcejmë në një nga programet televizive sepse kjo studio podcastit nuk më lë shumë vend për të vallëzuar. Sot kam vallëzuar gjatë gjithë kohës me mendje në të gjitha stacionet e jetës tënde ku ndaluam bashk. Edhe ishte një trend shumë I bukur ky që jam e bindur do vazhdoj shumë gjatë rrugtimin, kështu që të uroj jetë të gjatë dhe faleminderit shumë për sinqeritetin. Jam e bindur që kjo nuk është intervista jonë e fundit. Unë besoj që është e fundit, sepse nuk di do të kem forcë të falenderoj për emocionin që më shkaktove, që askush nuk do e bënte më mirë, edhe më bukur, edhe më e vërtetësi se sa ti, Alketa Vejsiu. Kjo nuk do jetë intervista jonë e fundit. Faleminderit. Jam I nderuar te ty. Faleminderit shumë.